Baba i Malrat Kocerit bën deklaratën e fortë për ishë gruan pasi djali nuk e takoj. Unë e kam bërë yll Violetën, ti kthej në realitetit dhe rehatullokull. Pas refuzimit të Malrat Koceri për ta takuar gjatë spektaklit të dieshëm, baba i tij ka folur për mikrofonin e fan klub pasi doli nga studio. Ai ka hedhur akuza të forta ndaj ish bashkëshortes së tij, këngëtares së njohur nga Kosova, Vikolet Kukaj, duke thënë se ajo nuk e lejon të birin që të takohen. Ai më tej ka shtuar se është i gatshëm që të bashkohet me familjen, por se është ish gruaja e tij që sipas tij nuk dëshiron. Ktheu jetës së mbar, realitet, mbarësisë, rehatulloku, tha ai kur u pyet se cili është mesazhi i tij për të. Ndërkohë ai tha se ka qenë ai që e ka bërë yll të skenës. Unë e kam bërë yll. Kur e kam marrë për nose, ajo kishte vetëm një këngë të incizuar. Unë ja kam incizuar mbi 300 këngë, me ajkën e Kosovës dhe Shqipërisë, ajo vinte nga një familje e dobët ekonomikisht para se të martohej me mua, shprehet ai.